Sot jam para jush si deputet I Partisë Demokratike për të ngritur shqetësimin për sektorin energjetik, sektori më kritik për mirëqenien e qytetarëve dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Brenda vetëm një mandati të qeverisës, qytetarët e Kosovës janë përballur për herë të tretë me rritjet e çmimeve të energjisë elektrike. Kjo rritje nuk është vetëm e pajustifikueshme, ajo është selektive dhe diskriminuese, sepse godet drejt për drejt konsumatorët shqiptar, ndërkohë që retorika e dikurshme opozitare e kësaj qeverie pretendonte ulje drastike të çmimeve, rikthim të kontrollit publik e shumë çka tjetër. Por çfarë kemi sot? Kemi një realitet të dëmshëm, ku në vend të kontrollit publik kemi fitime të garantuara për kompanitë private KEC, KESCO, NOA dhe GEN, ndërsa qytetari I zakonshëm paguan të gjitha këto fatura. Qeveria në vend që të mbrojë interesin publik është kthyer në lobus dhe në mbështetës të favoreve korruptive të këtyre kompanive. Sot kemi brenda territorit të Republikës tregje energjetike mbi baza etnike. Sot kemi nepotizëm dhe skajshmërisht politizim të sektorit. Sot kemi monopolizim të 90% të importeve të energjisë nga kompania GEN dhe NOA. Sot ne importojmë energji elektrike me çmim 100% më shtrenjtë se bursat ndërkombëtare që ofrojnë në tregje. Sot bizneset pritet të dalin në tregun e lirë, kanë marrur oferta 225% më shtrenjtë se në tregjet ndërkombëtare që ofrojnë bursat. Sot shumë biznese të shih rastin më të freskët kur ndërprejnë punën rasti Ferronikli dhe shumë kompani tjera të sektorit privat. Sot kemi rënjet prodhimit në mënyrë drastike në KEK e tërë politika e kësaj korporate është në favorizimin e kompanive private importuese energjetike. As këst nuk është shpëtuar nga ky zinxhir I dështimeve. Drejtori I emëruar nga kjo qeveri është shkarkuar pas menaxhimit të dobët dhe korruptiv, ndërsa kostet e tëra të kostit I bart mbi supe qytetari I Kosovës. Për ta përmbyllur këtë skemë të dështimit sistematik, vjen zyra rregullatorit të energjisë e cila me zell të paprecedent ka garantuar rritje të vazhdueshme të çmimeve për të favorizuar interesat e kompanive private të lartcekura, sikurse ato të ishin në sektorin publik. Zëreja jo vetëm që është e zellshme ndaj kompanive private, por është kthyer në zëdhënëse dhe barikadë mbrojtëse të qeverisë në shkurje, duke mbuluar dhe favorizuar në heshtje apo edhe aferat e hapura korruptive, siç është rasti me raportimin dhe monitorimin e zyrës rregullatorit të energjisë me rastin e Iber Lepencit, për më konkretisht shihni mbledhjen e bordit të zyrës rregullatorit të datës 5/3/2024, raporti monitorimit I cili asnjëherë nuk është bërë publik dhe nuk e kemi sot as ju e as ne. Por rezultati I gjithë këtyre aferave në sektorin energjetik e ka sjellur para një degradimi, stabilitet të cënuar, transparencë dhe konkurrencë të munguar, interes publik I në përkëmbur dhe një klim gjithnjëme të rënduar për ekonominë dhe jetën e qytetarëve tonë. Të vetmi që kanë përfituar janë kompanitë tregtare dhe grupet klienteliste për të cilat kjo qeveri ka kujdes të veçantë përmes emërimeve dhe kontrolluara në institucione të kyçe. Sot më shumë se kurrë do të flasim për energjinë si e drejtë dhe si nevojë publike. Pa energji të qëndrueshme dhe të qasshme nuk mund të kemi as mirëqenie e as zhvillim ekonomik të vendit. Prandaj ftojmë organet e drejtësisë që të hetojnë thellësisht çdo segment të këtij sektori. Paralajmërojmë se me konstituimin e kuvendit të ri do të shfrytëzojmë gjithë mekanizmat parlamentar për të shqyrtuar çdo veprim dhe mosveprim në menaxhimin e sektorit energjetik dhe të marrim hapat adekuat. Si Parti Demokratike do të jemi zë I fuqishëm në mbrojtje të interesit qytetar në çdo instancë administrative dhe legale. Faleminderit. Po ne vetë problematikën e zërejës e ngritëm si shqetësim jo vetëm tash dhe mora një shembull konkret që zëreja është kthyer në shtreh të mbulimit të aferave dhe legalizimit të këtyre aferave korruptive të qeverisë. Pra është e politizuar skajshmërisht, veçanërisht me veprimet të fundit ku pa transparencë, pa llogaridhënie, pa një auditim të mirëfillt të tërë sektorit ka pranuar tyrat maksimale të lejuara duke ngritur tarifen e 16.1% politike nga që është mundur legalisht
që në kuvendin e ardhshëm ata jo vetëm të raportojnë, por të dhënë llogari para instancave parlamentare dhe juridike. Është asaj përket termocentraleve, ne do duhet të kemi qasje tjetër krejtësisht në raport me këtë, sepse tashmë nuk kemi qasje. Tash e thash, keku është kthy në gjenerator të minimalizimit prodhimit për të favorizuar kompanitë importuese. Kjo qasje është e dëmshme dhe po e shkatërron ekonominë e vendit. Sigurisht që do të ulemi dhe të shohim gjithë kapacitetet të mundshme në rend të parë të burimeve energjetike alternative, po pse jo me teknologji të avancuar edhe shfrytëzimin e kapacitetet dhe resurseve tona, të cilat janë të fuqishme dhe të bollshme. Në rend të parë, Partia Demokratike e Kosovës ka pasur plan dhe veprim konkret sa i përket resurseve dhe shfrytëzimit të resurseve të burimet e alternative të energjisë. Ju e dini që në të kaluarën ne kemi filluar dhe ngritur kapacitete energjetike të në KIK dhe në shumë vende tjera që kanë qenë studimet dhe oferta. Duhet ta dini dhe e din qytetarët që rreth 700 milion euro investime në pjesën e Çiçavicës, investitor strategjik që kanë pritur më shumë se 3 vjet, sot janë larguar në drejtim të Shqipërisë e Maqedonisë, pikërisht për shkak të aferave korruptive dhe birokratike që nuk kanë marrur përgjigje meritore apo edhe janë larguar nga vendi. Pra ne do të kemi qasje për një energji të pastër me resurse, por jo me këto afera korruptive, jo me të nderani burimor, jo me mentalitet të jo në sektorin energjetik dhe jo duke favorizu sektorët dhe importin, por duke rrit kapacitetet gjeneruese dhe prodhuese. Sa i përket qëndrimit politik, kryetari Krasniqi çdo të dytën ditë pas seanca ka dhënë qëndrim dhe nuk ka asnjë lëvizje nga qëndrimet që ka dhënë zoti Krasniqi dhe jemi në vazhdim me sipër për të përcjellur dhe monitoruar situatën, sepse juridikisht ne jemi në pritje për të marrë dhe menaxhu pjesën që na takon nga kushtetuta. Nuk komentoj deklarata as letrat as kujt, sepse janë të dedikuara një subjekti tjetër që unë nuk hyn atë temë. Bili sot as pak. Kryetari i PDK-s është konsistent në gjitha deklaratat që nga përfundimi i procesit zgjedhor dhe deri më sot. Nesër jemi në seancë dhe mundesh me drejtu kryetarit, por ne kemi konsistencë në këtë dhe kemi dhënë qëndrimet pse se votojmë dhe këtu nuk ka asnjë ndryshim dhe nuk do besoj kur që do të ketë ndryshim. Po du me u lidh përsëri te kjo që sapo thash. Pozicioni ekonomik, energjetik i konvenon zhagitjes së formimit të institucioneve, sepse po lulëzon mafia energjetike dhe tregtia energjetike. Të tjerat janë politike që pastaj i morën. Faleminderit.